Selam aleikum, hoxhë nderuar, desha të ndaj me ju diçka. Dua shumë të fal namaz, por nuk e di pse Allahu s'po ma mundëson. Kam hall të madh. Është përdorues droge dhe Allahu do më shpëtoj nga ky ves. Aleikum selam wa rahmetullah. Këshilla ime është që ta fillosh namazin. Wa idha azamta fatawakkal ala Allah. Dhe kur të vendosësh për diçka, mbështetju Allahut. Prandaj të këshilloj që qysh sonte ta fillosh me namazin e jacis dhe të japësh premtim Allahut lartësuar që nuk e le kur ma namazin. Namazi është shkak që të ruhesh prej punëve të shthurura dhe prej çdo vesi të keq. Inna salate tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi të ruan nga shthurja dhe nga çdo punë e shëmtuar. Pra kështu kuptohet prej ajetit Kuranit. Prandaj, unë të këshilloj që ta fillosh namazin. Dhe aty në sejdë lutë Allahun e lartësuar që të ta mundësoj t'i largohesh veseve të këqija. Zoti i gjithësisë i dëgjon lutjet. Zoti i gjithësisë i përgjigjet lutjeve. Ud'uni astajib lakum, thot Allahu i lartësuar në Kur'an. Lutmuni mua të përgjigjem ju. Falë namazin, lutë Zotin e gjithësisë, se Allahu i lartësuar ka për të ndihmuar.